Përshëndetje miq, vazhdojmë avazin protestat. Tani, sot duhet ndalen pak te mediat shqiptare dhe te oligarkia vendase. Para se fillojmë me protestat. Pse degeneroi dje protesta? Po priteshe kjo që degenerote protesta. Priteshe, sepse ishte ambalazhuar si një protestë qytetare, ishte ambalazhuar me kërkesa legjitime dhe shqetësime reale që qytetarët kanë, në fusha të ndryshme të jetës, shëndetësia, prona, toka, drejtësia, nafta e tjerë. Ky është ambalazhi. Por qëllimi i fshehur ka qenë që në fillim ajo që ne kemi deklaruar her pas here, goditja që këta duhet i bëjnë rendit kushtetues në Shqipëri, turizmit shqiptar dhe përmbysjen e qeverisë. Këto kanë qenë arsyet që në fillim. Por shumë njerëz nuk besonin, se mendonin se po i del krah Ramës, po i del krah kësajt. Jo, është një protestë agjenturore që financohet nga brenda dhe nga jashtë për të arzjërsuar rendin kushtetues në Shqipëri. Është kaq e thjeshtë, me mercenar. Po shkosh protestë, shumica nuk din me fol shqip. Shkonin protestë shihni vet. Se kam qenë disa herë, shumica nuk din me fol shqip. Janë mercenar të importuar. Degeneroi sepse nuk është një protestë qytetare. Deri tani s'ka artikuluar asgjë që ka lidhje me qytetarinë, përveç se burgut, litarit, vrasjeve, ofendimeve. Përmbajtja e kësaj proteste që në fillimet e veta ka qenë një përmbajtje shumë vulgare. Edhe mos prisni që nga kjo përmbajtje vulgare të kishte një rrugdalje apo një qëllim final qytetar dhe të lartë, sablim. Nuk ka. Është vulgare, ka qenë gjithmonë vulgare. Kështu që kjo protestë ka degeneruar dhe do vazhdoj të degenerojë, sepse luna dhe ignoranca dhe vulgariteti ka qenë ambalazhi i kësaj protestës që në kryet herës, pavarësisht se mundoheshin me këto flamujt me qeleshe me bërë duket e bukur dhe patriotike. Tani pak tek media në Shqipëri. Pse media në Shqipëri është kaq e zellshme për t'i lënë zë protestës? Ore, do isha dakord nëse kjo do ishte një protestë legjitime me kërkesa legjitime, do isha vetë aty në shesh. Nga qytetar që jetojnë këtu, që punojnë këtu dhe që kanë kërkesa realisht legjitime. Media i fryen kësaj zallmahie, sepse media, për mendimin tim, në Shqipëri është zëllësi i së keqes. Media për mua në Shqipëri është më e keqe se politika. Media është shumë e rrezikshme në Shqipëri. Sepse media, duke qenë zëllënsi i së keqes, ofron shërbim për atë që paguan. Nuk e mbron interesin qytetar, nuk e mbron interesin kombëtar. Nuk e mbron të vërtetën. Kjo është e vërteta me median. Nuk ka gjë më të fëlliqur, më të ndyrë se media shqiptare. Nuk ka lidhje as me raportimin e të vërtetës, nuk ka lidhje me asgjë që i shërben vendit, ka vetëm kronika të zeza, ka vetëm gjëra që janë zin faqen vendit, sepse paguhen, janë mercenar. Mercenarët më të mëdhenj që kemi ne sot në Shqipëri janë mediat shqiptare. Ai keni parë mediat që çfarë nuk ftojnë nëpër emisione? Lloj mercenari, lloj hajduti, lloj më falni për shprehjen prostitute, e i promovojnë, e i bëjnë dhe VIP-a. Keni parë media më të degeneruar se media shqiptare? Që shumë media me zë, me emër janë kthyer në streherza të prostitucionit, të promovimit të lunës, të prostitucionit, të degenerimit. Unë tisha të kishë mbyllë shumicën e mediave në Shqipëri. Dhe kjo s'ka të bëjë me drejtën e fjalës. Ka të bëjë me amoralin, ka të bëjë me pislëkun që media në Shqipëri gjeneron për ditë. Shumica e gazetarëve, nëse nuk e dini, para dite shkojnë nëpër burgjet e Shqipërisë për të ofruar shërbime speciale për të burgosur. Dini ju këtë apo jo? E gazetarëve shqiptare. Pastaj mbas dite keni në bulevard. Ky është realiteti me median shqiptare sot. Shumë nga ata nuk kanë lidhje fare me gazetarinë apo me të vërtetën. Kështu që unë mendoj që përveç politikës, fatkeqësia më e madhe, një nga fatkeqësitë më të mëdha që kemi në këtë vend është media, që nuk e shoh dot me sy. Është e kapur, domethënë nga pisteku, nga kokat e këmbët.
është një agjentura e huaj, më e sofistikuar, më e fshehur në Shqipëri, është media shqiptare, që i mbjell njerëzve mendimet më të gabuara në tru, me analistë mercenarë që paguhen që i bëjnë çorb gjithçka. Kjo është e vërteta e medias në Shqipëri. Analistë mercenarë. Qa thot njëri sot tjetri, mbjellet mendimet më të gabuara tek njerëzit. Nuk i intereson Shqipëria, nuk i intereson vendi. Sepse kjo kauza në fillim, e mbani mend pse vazhdoi. Me narrativën idiote që shumë nga ju e besuat, që këtu do vinin shifutët, edhe do kolonizonin Shqipërinë. Kjo ishte arsyeja pse vazhdoi kjo protestë idiote. Po pse e hëngrët ju këtë? Sepse shumë mercenar, do me thënë, shumë analist, konspiracionist, ju helmojnë, ju, me mendime dashakeqe që këtu po vinë izraelitët po marrin tokët të përzen shqiptarët. Nuk ka këtu një plan kaq të sofistikuar për të zbrazur Shqipërinë edhe për ta mbushur me kolon izraelit. Jeni mashtruar, more. Shqiptarët tu ka probleme plot, më jam dakord. Po shqiptarët tu nuk i përzen një me zor t'ikin nga vendi. Ikin sepse për një jetë më të mirë. Po më të njëjtën kohë, këto shqiptarë që janë atje, që thonë apo na përzen se ka një plan shumë të madh, po do mbushet me izraelitë, me palestinezë apo diun, mund të kthehen çdo moment, si ndalon askush. Kështu që ju vetë e keni ngrënë që në fillim këtë helmin që është mbjell tek mendet e juaja. Nëpërmjet mediave shqiptare që tu po vinë kolonët e Izraelit edhe po zbrazin Shqipërinë. Një pashavure e pavërtet e madhe. Edhe kjo ishte arsye pse dolët ju në shesh në fillim. Se ju morën Shqipërinë, u shit Shqipëria. Edhe tash do bëni revolucion me vezë nëpërmjet huliganëve. Nëpërmjet qelesh e xhinjve që s'kan bërë një klasë shkollë, që s'din të flasin shqip. Këto janë të vërtetat, janë çik të hillura, po e vërteta është e vërtetë. Tash pjesa e oligarkëve të vendës. Pse oligarkia vendase është shumë interesuar që investimet elitare që bën nga oligarkët e huaj mos kenë sukses, sepse e para punës, ato që vinë nga jashtë, domethënë siç është kjo e Zvërnecit, to vëllezër nga Katari apo Kushneri në Sazan, do sedhë një standard komplet tjetër për turizmin në Shqipëri. Edhe këto oligarkët vendas, 2-3 që janë, që kanë domethënë sot mbajnë atë pozicionin monopolist të turizmit elitar në Shqipëri, nuk e duan këtë, sepse dalin jashtë loje. Edhe këta janë një nga ato financuesit underground, që këto protestat kenë sukses. Plus, për post kësajt, pjesa më e madhe e oligarkëve në Shqipëri kanë mediat e veta. Edhe ato që nuk kanë mediat e veta i paguajnë mediat. E kanë të kapur mediat për qëllimet e veta. Kështu që kjo është arsye pse oligarkët shqiptarë janë shumë të interesuar dhe financojnë, mendoj disa nga ato, që këto protestat kenë këtë lloj suksesi, sepse nuk i intereson turizmi elitar që vjen nga jashtë. Sepse për ju që nuk kuptoni asgjë nga turizmi elitar dhe jeni zero, domethënë, nuk e kanë për ato shqiptarët që e duan Shqipërinë dhe kanë çik mend kokë, kanë për ju që s'ja keni haberin asgjëje. Këta të huajt nuk sjellin vetëm eksperiencë dhe investime që nuk i ke parë asnjë vend botës. Gjëja më e rëndësishme që këta sjellin është networku që këto kanë. Kontaktet që këto kanë me njëri tjetrin. Networket personale. Edhe këtë nuk e ofron dot asnjë oligark shqiptar, sado as mane as kush, sado mund të kenë lek. Nuk kanë network se si pjert kush. Kurse këta të huajt vinë me një network pas vetës. Çfarë do të thotë networku? Që këto rizorte që do të krijojnë do sjellin njerëz shumë të pasur. E kuptoni? Ky është networku. Të famshëm dhe shumë të pasur në nivel ndërkombëtar. Edhe kjo është një arritje e jashtëzakonshme në turizmin shqiptar. Pse vazhdojnë akoma? Ç'a përfitojmë? Ç'a kështu? Ç'a ashtu? Do t'i jap një leksion shumë të vogël mbi kapitalizmin. Ky sistem që ne jetojmë sot, që kemi sot në Shqipëri, ndoshta jo perfekt, që është kapitalizëm, nuk është më si dikur që i bën shteti dhe presin nga shteti. Ky është sistem kapitalist. Tash vëmendjen këtu në mësim, në një sistem kapitalist, në qoftë se nuk ka individ që krijojnë pasuri, ne të tjerët nuk do kemi asgjë për të ndarë. E kuptoni ju? Katranjosa. S'ngelet asgjë për të ndarë. Kështu që duhet krijuar pasuria në këtë sistem, që të rritet dhe pensionit, të rritet dhe rrogat, të kemi çfarë të ndajmë ne të tjerët.
se është sistemi i tillë. Dhe nëse ne do pengojmë këto njerëzit që vinë me lekë të veta për të krijuar pasuri në këtë vend që e ka bekuar Zoti, atëherë s'ta ngjelet gjë tjetër, vetëm të hajmë njëri tjetrin. Okej, kështu që ky është leksioni për investimet e huaja, është rëndësishme janë investimet. Bota ka 100 e ca vite që i bën këto. Ne sot po shikojmë se si bëhen, apo pse do bëhen, pyetjet idiote që ngrenë. Kështu që e mbyll me thirrjen e nesërme. Nesër është data 4 korrik. 250 vjetori i pavarësisë së Shtetit Amerikan. Nesër në përsheshet e botës do ketë vetëm 3 shtete që do të dalin në kryeqytetet e veta për të festuar dhe për të protestuar. Amerikanët do dalin për të festuar 250 vjetorin. Irani nga ana tjetër do dali për ceremoninë e Kamenit, çfarë drejtë emri ka pasaj. Se u bë 4 muaj. Nesër bëhen 4 muaj fiks nga data që u vra ky ish terroristi. Kështu që nesër ato fillojnë të dalin me ceremoninë, ta vajtojnë. Që imagjinoni pak, Amerikan duke festuar 250 vjetorin, iranianët nga ana tjetër duke qajt ceremoni mortore për ato ish terroristin, domethënë. Khamenei çfarë ishte. Edhe nga ana tjetër për turpin më të madh, të gjithëve ne shqiptarëve të ndershëm pro-amerikan, që jemi mirënjohës dhe dim historinë, do dalin dhe mercenarët këtu, diaspora, mercenarët shqipfolës të importuar për të protestuar kundër Amerikës dhe investimeve amerikane. Pavarësisht se thonë ne jemi kundër Amerikës, ne jemi kundër investimeve amerikane, o jeni që të shkeme atë. Ju jeni që të shkeme atë. Po thjesht nuk keni guximin të merrni përsipër gjë. Është si puna asaj policisë, shkoni e provokoni, pastaj thoni na provokoi. Nuk keni këllqje. Nuk keni guxim t'i merrni gjërat përsipër, se të marrësh përsipër, të azgjësosh rendin kushtetues në Shqipëri, dhe të hellësh qeverinë, do e një guxim shumë të papar. Jo ju. Ju miqtë e mi, jeni ca garaville me qeleshe, asgjë më shumë. Kështu që jo protestës nesër, sepse nesër pavarësia e Shtetit Amerikan. Dakord? E refuzoni në mas paktën shqiptarët e ndershëm që janë brenda Shqipërisë, këtyre mercenarëve shqipfolës, që pas ka pas shumë, me këto duhet merret shteti. Dakord? Ju përshëndes deri në radhës.